Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës së dashit. Uroj të jeni mirë, do bëjmë një mesazh për ju. Dhe si shenjë e parë, fillojmë me letrën e parë. Është 9 të shpatës. Të dashur deshër, kjo letër thot, kur mendja nuk të lë të pushosh, është shpirti që kërkon të dëgjohet. Kjo periudhë mund të sjellë mendime të rënda, net pa gjumë, ose ndjenjet që ke mbajtur brenda për shumë kohë. Je i zjarrt, je shenjë zjarrit, luftarak, por tani duket sikur po lufton me veten. Ajo që po të mundon nuk është një armik i jashtëm, por diçka që po mban fshehur thellë në shpirt. Kjo letër të fton të shohësh në sy frikën, jo për të dënuar veten, por për të çliruar. Mund të jetë faj, mund të jetë ndjenje se nuk je mjaftueshëm, ose një plagë vjetër që ende nuk është shëruar. Por ke ardhur në një pikë ku nuk mund të shtypësh më, apo të shtypësh më atë ndjenje. Është koha të flasësh, të çlirohesh, të lesh veten pa gjykim. Mos harroni të dashur deshër që ne nuk jemi vetëm. Kemi gjithmonë dikë që mund të flasim, të hapim zemrën. Thonë edhe Luani Qan kur nuk e sheh askush. Dhe ti, si dash i fort, ke të drejtë të ndjesh dobësi, sepse aty nis fuqia jote e vërtet. Të dashur deshër.